Ligjvënësit francez kanë votuar një masë që synon mbrojtjen e shëndetit mendor dhe zhvillimin e fëmijëve duke ndaluar përdorimin e mediave sociale për ata nën 15 vjeç. Asamblea e Ulët e Francës miratoi projekt ligjin me 130 vota pro dhe 21 kundër, duke shënuar një fitore për qeverinë e Emmanuel Macron. Ky ligj pritet të shurtohet sa më shpejt në Senat përpara se të bëhet ligj i zbatueshëm. Presidenti Macron përshkroi votimin si një hap të madh për të mbrojtur të rinjt francez nga koha e tepërt para ekranit dhe ndikimin i algoritmeve të mediave sociale. Ai theksoi se emocionet e fëmijëve dhe adoleshentëve nuk duhet të shiten ose manipulojnë nga platforma digjitale, qofshin ato amerikane apo kineze. Ligji gjithashtu parashikon ndalimin e telefonave celular në shkollë, një hap që synon të zvogëlojë shpërqendrimin dhe rrjetën e problemeve të shëndetit mendor mes nxënësve. Autoritetet franceze mbështeten tek studimet e ANSES, agjencisë për shëndetin publik, që kanë treguar se platforma e TikTok-ut, Snapchat-it dhe Instagram-it mund të kenë efekt të dëmshëm tek adoleshentët, veçanërisht vajzat, duke përfshirë ekspozimin ndaj ngacmiveve kibernetike dhe përmbajtjes së dhunshme. Masat pritet të hyjnë në fuqi që nga fillimi i vitit shkollor 2026, duke bërë Francën një nga vendet e para që merr një vendim të tillë në nivel global.